Në çdo sezon të Big Brotherit vjen një moment kur publiku ndalon së pyeturi çfarë po ndodh mes banorëve dhe fillon të pyes kush po e drejton këtë histori. Ky është momenti kur reality show kalon nga vëzhgim social në debat mediatik. Në Big Brother Kosova, një nga perceptimet më të përfolura ishte ideja se ndarja e Limit dhe Dolces dhe afrimi i Albës me Limin nuk ishte thjesht rrjedhë natyrore emocionesh, por një orientim i narrativës nga produksioni. Me synim rritjen e shikueshmërisë, ky shkrim nuk pretendon të zbulojë të vërteta të fshehta. Ai analizon pse ky perceptim lindi, si funksionon ndërtimi i historive në reality show dhe çfarë pasojash ka kjo të banorët dhe të publiku. Big Brother si rrëfim, jo vetëm si vëzhgim, Big Brother nuk është thjesht kamera që regjistron. Është rrëfim i strukturuar. Edhe kur ngjarjet janë reale, mënyra si përzgjidhen, renditen dhe theksohen krijon histori. Produksioni nuk shpik domosdoshmërisht ngjarje, por I jep peshë disa linjave narrative më shumë se të tjerave. Në këtë kuptim, ideja se produksioni ndau Limin dhe Dolcen duhet parë si perceptim I një orientimi narrativ, jo si ndërhyrje direkte e provuar. Publiku ndjen se disa marrëdhënie zbehen nga ekrani, ndërsa të tjera marrin më shumë hapësirë. Dhe ky ndryshim krijon dyshime, Limi, Dolce dhe Alba, tre këndëshi që tërheq vëmendjen. Nga ana dramatike, dinamika Limi, Dolce, Alba kishte gjithçka që një reality show kërkon, emocione të papërfunduara, keqkuptime, xhelozi të nënkuptuar dhe një konflikt të brendshëm që zhvillohet pa nevojën e britmave. Publiku u lidh emocionalisht me këtë trekëndësh sepse ai nuk ishte I thjeshtë. Nuk kishte të mirë dhe të keq. Kishte njerëz që ndiheshin, gabonin dhe nuk po gjenin gjuhë të përbashkët. Perceptimi I ndarjes, çfarë pa publiku, ajo që publiku vuri re ishte, më pak momente të theksuara mes Limit dhe Dolces, më shumë dialoge emocionale mes Albës dhe Limit, situata ku Alba dukej më e ekspozuar emocionalisht. Dhe një zhvendosje fokusi nga stabiliteti të tensioni, këto elemente krijuan bindjen se narrativa por I drejtohej. Dhe në logjikën e televizionit, tensioni është gjithmonë më I shikueshëm se qetësia, shikueshmëria si motor I formatit. Big Brother jeton nga vëmendja. Vëmendja vjen nga historia. Historia vjen nga konflikti emocional. Kjo nuk është sekret, është mekanizëm I industrisë. Kur një marrëdhënie stabilizohet, ajo humbet potencialin dramatik. Kur një marrëdhënie sfidohet, ajo fiton ekran. Në këtë kontekst, publiku e lexon afrimin e Albës me Limin si rikthim I tensionit dhe ndarjen e tij nga Dolce si hapësirë narrative e liruar. Edhe nëse kjo ndodh natyrshëm. Mënyra si transmetohet e përforcon këtë lexim. Produksioni, dirigjent apo montues, një nga keqkuptimet më të shpeshta është ideja se produksioni urdhëron ndjenjat. Në realitet, fuqia më e madhe e produksionit është montazhi, përzgjedhja dhe ritmi. Ajo që shihet dhe ajo që nuk shihet janë po aq të rëndësishme. Nëse publiku sheh më shumë Albën dhe Limin duke folur për ndjenjat dhe më pak Limin me Dolcen në momente të qeta, krijohet përshtypja e një ndarjeje. Edhe nëse ajo nuk është e deklaruar, Alba si katalizator emocional, Alba u shndërrua në figurë qendrore jo sepse e kërkoi, por sepse reagimet e saj emocionale ishin të lexueshme dhe të forta. Ajo fliste për mosdëgjim, për pamundësi përballimi, për dhimbje. Këto janë elemente që kamera I do, sepse publiku I ndjen, afrimi I saj me Limin, real ose I perceptuar, u bë boshti emocional I sezonit për një pjesë të audiencës. Dhe aty ku publiku ndjen, shikueshmëria rritet, Dolce dhe heshtja që nuk shitet. Nga ana tjetër, Dolce shpesh u perceptua si më e përmbajtur, më e qetë, më pak e ekspozuar emocionalisht. Në televizion, qetësia është e vështirë për t'u shitur. Jo sepse nuk ka vlerë, por sepse nuk krijon kulme dramatike. Kjo nuk do të thotë se Dolce u largua qëllimisht. Do të thotë se rrëfimi që kërkon kulme e lë në hije atë që nuk shpërthen. Etika e ndërhyrjes së perceptuar, edhe nëse ndërhyrja është vetëm në nivel narrativ, lind pyetja etike, deri ku është e pranueshme të orientohet një histori që përfshin ndjenja reale? Banorët nuk janë aktorë. Ata përjetojnë realisht pasojat e ekspozimit. Kur publiku beson se produksioni po afron dy njerëz për shikueshmëri, kjo besim ndikon në mënyrën si I gjykon ata, si I etiketon, si I mbron ose I sulmon. Publiku si bashkëkrijues I historisë. Një e vërtet shpesh e anashkaluar është se publiku është bashkëautor. Reagimet në rrjetet sociale, debatet, mbështetja ose kritika ndikojnë drejt për drejt në atë që merr më shumë ekran. Produksioni reagon ndaj publikut, po aq sa publiku reagon ndaj produksionit.
Kështu, afrimi i Albës me limin mund të jetë po aq produkt i interesit publik sa i zgjedhjeve editoriale. Big Brother si pasqyrë e shoqërisë, në fund, kjo situatë flet më shumë për ne se sa për produksionin. Ne kërkojmë histori me tension. Ne qëndrojmë për dramën. Ne diskutojmë afrimet dhe ndarjet. Dhe programi na i jep ato që ne shikojmë më shumë, përfundim, mes reales dhe rrëfimit. A e ndau produksioni Limin dhe Dolcen për të afruar Albën me Limin? Nuk ka provë të drejtë për drejtë. Por ka një perceptim të fortë se rrëfimi u orientua drejt asaj që ishte më emocionale dhe më e shikueshme, dhe kjo është thelbi i Big Brotherit, një ndërthurje mes reales dhe rrëfimit. Ku ndjenjat janë të vërteta, por historia që ne shohim është gjithmonë e kuruar. Në këtë hapësirë gri, publiku duhet të mbajë mend një gjë: ajo që shohim është një version i realitetit. Dhe versionet zgjidhen gjithmonë për të mbajtur sytë tanë të ngulur në ekran.